Akademik profesor doktor Skënder Gjinushi, kolege dhe koleg, mësues dhe mësues të arsimit parauniversitar, pjesëmarrës të tjerë në këtë takim. Në pikpamje leksikografike, shqipja trashëgon një pasuri të vyer. Fillesat e kësaj tradite nisin që në vitin 1635 me fjalorin latinisht shqip të Frank Bardit dhe vazhdojmë me një sër fjalorësh të cilët jo vetëm që kanë ardhur duke u shtuar në numër, por dhe duke u pasuruar dhe përsosur në rrjedhën e viteve. Shekulli 20 ka qenë i mbar për leksikografinë shqiptare. Me 1904 pa dritën fjalori i gjuhës shqipe i lënë dorëshkrim nga Konstantin Kristoforidhi, ndërsa pas 4 vitesh me 1908 gjuha shqipe u pasurua me një fjalor tjetër, i votuar në Shkodër me titullin Fjaluar i ri i Shqipës përmban prej shoqënie të bashkimit. Ky fjalor, sipas Giovanit, tu e përmirësuamën e tu e shtuamën, ai mund të zëjë vendin e një fjalori akademik të gjuhës sonë. Përveç një numri të konsiderueshëm fjalorësh që u votuan gjatë shekullit të kaluar, një pjesë e të cilët po bëhen të njohura dhe sot përmes botimeve anastatike, mes të cilëve përmendim fjalorth i ri, fjalë të rralla të përdora në veriu të Shqipnisë, Nikol Gazulli, Tiranë 2005, fjalësh të rralla të gjuhës shqipe Benedikt Dema, Tiranë 2005, fjalor dialektor me fjalë shprehje nga jugu i Shqipërisë Panotase, Tiranë 2006, sigurisht një vend më rëndësishëm fjalori i gjuhës shqipe i vitit 1954, që përfaqëson veprën shkencore institucionale më të arrirë në gjuhësi deri në mesin e viteve 70 të shekullit kaluar, përgatitur me kompetencë nga gjuhëtarët më mëzë të kohës, Kosar Cipo, Eqerm Çabej, Mahir Domi, Anton Krajni dhe Osman Myderizi. Kjo traditë vazhdoi suksesshëm me fjalorin e gjuhës shqipe, gjuhës së sotme shqipe, pra 1980, me kryeredaktor akademikun profesor doktor Andrukli Kosallari. Fjalori i gjuhës së sotme shqipe 2006, me redaktor përgjegjës akademik profesor doktor Jani Thomajn. Vijojmë më pas me shekullin 21, i cili na vjen me arritje të reja e prurje të rëndësishme në fushë të leksikografisë shqipe e sidomos leksikografisë digjitale. Përveç fjalorit të gjuhës shqipe të botuar në vitin 2020, sot kemi kënaqësinë të promovojmë edhe këtu në Shkodër, në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gorakuqi, fjalorin e madh të gjuhës shqipe 2026. Kemi kënaqësinë dhe ndjehemi të nderuar si institucion që 2 nga kolegët tona, profesor doktor Mimoza Priku dhe profesor asociuar doktor Rezarta Draqini, janë pjesë e këtij projekti. Urime dhe faleminderit dhe herë të gjithë për prezencën. Dëshiroj të bëj një falënderim të veçantë dhe herë në fund ta përforcoj prezencën e mësuesve të arsimit parauniversitar, sepse në fund të fundit, siç diskutuam me profesor Gjinushin, është për to më tepër se sa po them për pjesën tjetër, kështu që me këtë rast dhe drejtorin e zyrës vendore arsimore Briselën Truma, e cila vijon të bashkëpunojë në mënyrë të shkëlqyer me universitetin.